Kosova duket se është në qendër të vëmendjes kudo, jo vetëm në shtetet e rajonit, por edhe në kontinentin e vjetër. Një futbollist që po ju them shumë edhe bosnjakëve edhe kroatëve, padyshim është sulmuesi i talentuar Dino Klapia, vetëm 18 vjeçar, i cili duket se është në radarët e kombëtarës së Kosovës në futboll. Raportohet se ai ka vendosur që të luajë për ekipin kombëtar të Kosovës në të ardhmen. Edhe pse ka luajtur për Kroacinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka lindur, në kategoritë e të rinjve, sulmuesi i Leipzig, Dino Klapia, do të luajë për ekipin kombëtar të Kosovës në të ardhmen. Ky lajm nuk është konfirmuar ende, por pritet të bëhet zyrtar së shpejti. Federata e futbollit të Kosovës thuhet se po finalizon marrëveshjen me Klapian, shkruan mes të tjerash media bosnjake Sport. Ky sulmues ka bërë zgjedhje të madhe kur bëhet fjalë për ekipin kombëtar. Deri më tani ai ka luajtur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për Kroacinë, ku mori shtetësinë në vitin 2023 për shkak të origjinës së gjyshes së tij, e cila është nga Zara. Prindrit e Dino Klapias janë nga Bosnia dhe Hercegovina. Ai ishte i lidhur për një kohë me përzgjedhjen e kësaj kombëtare, por duket se Federata e Futbollit e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk është shumë e interesuar për këtë djalë për momentin. Gjithashtu, për shkak të origjinës së tij, ai mund të luajë për Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi, por nga Kosova vijnë informacione që ai ka vendosur për këtë përzgjedhje, shkruan më tej portali bosnjak.